Ne mundohemi t'japmi dije, t'japmi informata. Janë binimi paraqitjet mia me zonë. Se para fjallës është zonë. Nëse dikun kum gabu një germë, unë e di me kërku falje dhe mos më morë me këtë punë fare. Hoxhallarët 5 herë në ditë na terrorizojnë me ezanin e tyne. Ne jemi rrit me bindje se është duke na thirr Zotin. Në realitet na kanë thirr hoxhallarët 5 herë në ditë. Dhe ne i kemi respektuar dhe sot i respektojmë, edhe unë i respektoj. Drejtën e njerëzve që dojnë me besu dhe dojnë me mbet në programimin e hoxhallarëve ku kanë me shku. Po nuk paragjikoj. Por një e di që ata që nuk e ndjekin librin e Zotit, Kur'anin, dhe e kanë dëgju imamin e shqiptarëve, nuk munden me thonë që nuk e kanë ditë. Nuk mund të gjeni një argument që mua ndonjëherë më ka kap energjia negative shejtani dhe cilem ashtu siç cilën mbetjet turko-osmane të programuara në fenë e turkut.